Kjo shumë për gjysmë milioni, po e bajt pak me krahasim, është e barabartë me pagën që e marrin 769 policë në Kosovë. Kjo gjendje jo kushtetuese në cilën e ka fut lëvizja vendosje e Kosovën, ka zinxhir të shkeljeve, pra shkeljet edhe ligjore edhe kushtetuese, edhe financiare, janë në zinxhir, pra nuk po ndalen, dhe si tillë sot kemi thirrë konferencën që përmes jush të ngrisim shqetësimin dhe alarmin për zhvatje buxhetore që po i ndodh Kosovës gjatë kësaj periudhe jo kushtetuese. Dhe jemi duke folur për gjysmë milioni euro zhvatje vetëm për pagat e militantëve të lëvizjes vendosje në zyret e qeverisë. Është e qartë se janë 463 të emëruar politik në institucionet qeveritare, pra po flasim për kabinetet, këshilltarët, shoferët e të tjerët, të cilët kanë qenë të emëruar ligjërisht para zgjedhjeve të 7 qershorit. Por, sikurse është e qartë me kushtetut në nenin 72 dhe në ligjin për qeveri në nenin 26, ai i cili certifikohet si deputet dhe jep mandat e betimin si deputet, nuk ka të drejtë të ushtroj detyrën e ministrit në qeverinë e Republikës Kosovës. Rrjedhimisht që atë ditë asnjë i punësuar nga këta ministra uzurpatorë tashmë nuk kanë të drejtë të futen në zyret e qeverisë. Shuma e përatër e pagave të këtyre militantëve të lëvizjes vendosje në zyret qeveritare është 486.150 euro në muaj. Pra po flasim për shumën 486.150 euro në muaj, të cilave i shtohen edhe mbushjet e telefonave, i shtohen veturat dhe karburantet, i shtohet reprezentacioni e të tjera, dhe rrjedhimisht e ka lënë shifrën për gjysmë milioni euro zhvatje në të buxhetit popullit Kosovës. Në aspektin ligjor nuk kanë fare të drejtë, është shkelje flagrante, ata edhe ato s'kan drejt fare as të futen në zyret qeveritare, e në aspektin profesional as mos flasim. Ka raste kur shoferët janë emëruar këshilltar vetëm për t'ju rritur pagat. Dhe kjo pagë vjen në kurriz të popullit Kosovës, në kurriz të buxhetit popullit Kosovës. Kjo shumë për gjysmë milioni, po e bajt pak me krahasim, është e barabartë me pagën që e marrin 769 policë në Kosovë, ose me pagën që e marrin 862 ushtarë në Kosovë, ose me pagën që e marrin 909 zjarfikës në Kosovë, apo 781 mësimdhënës në Kosovë. Pra po flasim për një zhvatje të buxhetit popullit Kosovës.